Detaje të reja tronditse kanë dalë në dritë nga atentati i ndodhur këtë të diel në zonën e Baldrenit, në Lezhë, ku ekzekutuan me armë zjarri Kreshnik Mujeci, 39 vjeç, dhe bashkëshortja e tij Gentiana Mujeci. Sipas burimeve nga grupi hetimor, sulmi dyshohet të jetë kryer nga 2 persona të armatosur me Kalashnikov, të cilët kanë zbritur nga një automjet pa targa dhe kanë hapur zjarr në drejtim të makinës së çiftit. Nga verifikimet paraprake, rezulton se mbi automjet janë qelluar më shumë se 3 vjet plumba, duke e shkatëruar plotësisht. Hetimet tregojnë se atentati ka qenë i mirë organizuar. Autorët dyshohet se kanë përdorur të paktën 2 automjete dhe kanë ndjekur lëvizjet e viktimave gjatë gjithë ditës. Në momentin e sulmit, makina e 39 vjeçarit është bllokuar nga një tjetër mjet që i ka prerë rrugën, duke e detyruar të ndalojë. Menjëherë më pas, atentatorët kanë dalë nga një makinë tjetër dhe kanë qelluar me breshëri. Burimet bëjnë me dije se çifti kishte qenë më herët në një restorant në zonë, ku dyshohet se është mbajtur nën vëzhgim nga autorët që prej daljes nga lokali. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë dhe po analizon pamjet për të identifikuar autorët dhe për të rindërtuar dinamikën e plotë të krimit. Si pistë kryesore e hetimit mbetet ajo e hakmarrjes, pasi viktima rezultoni përfshirë në një ngjarje të rëndë kriminale të ndodhur në vitin 2016. Ngjarja ka tronditur opinionin publik, ndërsa autoritetet vijojnë operacionet për kapjen e autorëve.